Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar pasuri me vlerë 2 milion euro në pronësi të shtetasit me iniciale TQ, përfshirë apartamente, prona, dyqane dhe makina. Sekuestro u vendos ndaj të akuzuarit veprën penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Prokuroria e Vlorës sekuestron pasuri me vlerë 2 milion euro në pronësi të shtetasit TQ. Në sekuestro, apartamente, prona, dyqane dhe makina. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë, u sekuestruan pasuri në vlerën rreth 2 milion euro. Në kuadër të hetimeve mbi procedimin penal numër 1119 të vitit 2023, mbi bazën e materialeve të dërguara nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, sekuestrimi u bë për veprën penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Me kërkesën e prokurorisë u vendos masa e sigurimit pasuror sekuestro preventive për pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme si më poshtë. Pasuria llojit apartament, lagja 29 Nëntori Vlorë. Pasuria llojit ar në Radhim. Pasuria llojit apartament në komunën Fark, Sauk, në zotërim të shtetases EQ. Pasuria llojit njësi tregtare dyqan në lagjen 1 Maj Vlorë. Pasuria llojit njësi tregtare dyqan në lagjen 1 Maj Vlorë. 6 pasuri të llojit post parkimi në lagjen 1 Maj Vlorë. Pasuria llojit apartament në lagjen 1 Maj Vlorë, prenotuar nga shtetasi TQ. 12 pasuri të llojit apartament në lagjen 1 Maj Vlorë, si dhe 2 automjet marka Daimler Chrysler viti 1994 E200 dhe Ford Focus viti 2005.